shiko, ato e dënonte i biri, nuk ka nevojë ta dënoj unë. Aslani ishte atë se pyesja do të, po pyes Lea Ypi. Për mua unë nuk i bëj këto gjykime sepse këto tani kanë kaluar 70 vjet dhe po tani mund t'i bësh më mirë zonja Ypi. Jo, sepse për mendimin tim, ajo problemi nuk është e dënoj apo nuk e dënoj, sigurisht po të kisha qenë unë nuk do ta kisha bërë. Tani po ti ishit ju nuk do ta kisha bërë. Jo, nuk do ta kisha bërë se disi ka thënë Artan Shkreli, një figurë e njohur, edhe një studius, ka thënë, edhe unë po t'isha tha, po t'jetoja tha në luftën e dytë botërore tha, do bashkëpunoja tha. Jo, nuk e di, unë kisha bindje të tjera dhe nuk do ta kisha bërë, sepse unë nuk. Ti do bëshe me komunistët? Jo, as me komunistët, unë do isha me Aslanin, me ato që ishte Aslani. Me nacionalist? Jo, Aslani ishte social-demokrat. Kishte qenë, jo, social-demokracia është një rrym filozofike dhe politike e njohur, ka traditën e vet, ka kritikën e vet. Kasimati ishte. Edhe Kasimati ishte social-demokrate, Musine Kokalari ishte social-demokrate. Social-demokratët e viteve 30 ishin shumë ndryshe nga social-demokratët sot. Kjo është e rëndësishme për të thënë. Kjo është e bukur. Dhe unë, domethënë, unë kam të njëjtat bindje, pak a shumë që kishte Aslani, besoj tek demokracia dhe besoj që në kapitalizëm demokracia është shumë e vështirë për t'u arritur. Besoj te demokracia sepse besoj që demokracia është mënyra më e mirë për ta bërë lirinë institucionale. Këtë lirinë e brendshme që ne kemi, mund ta bësh liri edhe ta realizosh në ligj, në kontekstin e jashtëm. Tani, duke qenë se unë nuk kam këtë ideologji, unë nuk besoj që do të kisha bërë ato kompromisa, nuk do të kisha bërë ato aleanca. Shqipëria do kishte qenë komplet tjetër. Po kjo është, kur thonë anglezët, neither here nor there, as aty as këtu, sepse kjo është këto janë, më thëmë thashë, theme historike mas 70 vjetësh, mas sa vjetësh po flasin për këtë. Problemi është si duhet kuptohen aktorët politik në kontekstin në të cilin veprojnë. Kjo është për mua çështje interesante si studiues. Tani e dënon se dënon. Shumë e bukur. Foto tjetër se do kemi përsëri, mos u mëzit, intervistë kaq gjatë nuk e dhe, ne di unë po. Tani, për qeverinë e Xhaferit, djegje? Po, si jo, dje që Zogu ka qenë një nga ministrat, që dhe Noli më e them më shpejt, edhe Fanoli. Po, ai nuk e vazhdoi. Nuk është në këtë foto, apo është Noli këtu? Jo, nuk mori detyrën Noli. Ai u caktua, po nuk e mori detyrën. Nuk e mori detyrën. Po Noli ishte ministër i jashtëm apo? Po ministri i jashtëm, po nuk e mori detyrën, pati një problem. Tani, kjo është një foto, unë e vendosa këtu sepse shiko kush e ka bërë. Marubi. Është foto, tani Marubi, nuk është foto njëri aty te cepi. Nuk e kam, do ma dërgosh mua këtë foto, nuk e kam këtë foto. Po, kjo është kënaqësi shumë e madhe që Lea Ypi më kërkon mua një foto. Patjetër ta dhuroj me shumë dëshirë. Lea, shiko tani dorën e tij. Ai shkreti unë thotë se çam gjeti mua. Kështu thotë? Po, mbase. A tani psikologjisë tani mos u bëj heshtur këtu tani se e di unë që ti ke folur këtu shumë po. Unë kam folur po mbase, po unë për të shkruar ato fjalë që kam shkruar aty për një foto, kam ndetur një orë për ta parë foton. Tani ma nxjerr mua dhe mas 10 sekonda thua çka kam menduar ai nuk e di. Tani në media zonja Ypi nuk është si në orë të leksionit që ti në shkollën ekonomike. Duhet ta shoh më gjatë, mbase bëjmë një program tjetër çka kam menduar. Jo, këtu zonja Ypi, shiko. Dhe ku e ka vënë dorën, dorën tjetër. Dorën tjetër ja shikon? Atje ku e ka? Te ministri i luftës. Po. E kupton? Do një dorë këtu, një dorë te ministri i luftës. Ai ishte ministri i luftës Taxati, thotë. Se ka shumë të sëmë ato në atë kohë atëre. Po shiko çfarë qeverie. Ahmet Zogu, Hysem Vrioni, i jashtëzakonshëm, Recep Mitrovica, firmtar dhe kryeminist edhe ai. Tani edhe Ahmet Zogu, kryeminist, president mbret. Kol Thaçi, ministër i ekonomisë i financave, i jashtëzakonshëm dhe Taxati. Edhe Spiro Kolega, ministri i punëve botore. Tani, si ka qeverisë këto koka më? Sot Shqipëria ti funksionon krejt ndryshe mbas 90-s. A më shpjegon pak mua si politologe këtë? Tani, kjo Shqipëria e Xhaferit ka qenë Shqipëria e 30-40 familjeve? Ato familje qeverisës e të tjerët nuk kishin, s'kishin rol fare politik, as votonin, as kishin pronë, as kishin të dhënë, as kishin të drejtë. Votoni kishin një sistem ndryshe votimi. Nuk e di gratë, nuk e di a kanë votuar atëherë për shembull. Gratë në Shqipëri. Mua më rezulton që gratë për herë parë në Shqipëri kanë votuar në 46. Po, është shumë e saktë. Tani gjysma e Shqipërisë nuk e qeveriste. Nga 800.000, 400.000 iq fëmijët se i qenë fëmijët. Po, tani hiq ato pastaj tani flasin pak për pronën, kur qeverisë fshin përfaqëson etj. Domethënë këto ka qenë qeverisë.
Dhe tjetra, që është edhe tjetër që është shumë e rëndësishme për demokracinë, dhe pse dua të shpjegoj edhe pse ishte Aslani social-demokrat. Po? Dhe në Shqipëri shkruanin dhe lexonin 10%. Pra, me kompetencë, 10%? Se di unë, me 90% ishte analfabet. 90 ishin analfabet. Po, 90%, pra, domethënë që ato që shkruan, m'fal, po, se nuk di fëmijët ishin apo nuk, 90% ishin analfabet. 10% ishin lexonin dhe shkruanin. Domethënë ky qeveriste mbi 10% shqiptarëve. Foto tjetër? Kemi edhe një gjë të bukur. Është e njëjta, e Kelmarubit është më e pastër. Tani, okej, kolaboracioni. His Excellency Xhafer Hypi, se më kanë lexuar. Kjo është lidhja e marrëdhënieve diplomatike me SBA-n apo jo? Jo vetëm lidhja. Sekretari i Shtetit Hughes dërgon Max Vdek, që i njeh, domethënë që njeh shtetin. Që njeh Shqipërinë, dhe shtetin shqiptar dhe vendos marrëdhënie. E kam parë këtë dokument. Në 28 korrik, 22 është dita e vendosjes marrëdhënieve Shqipëria. Po, e di sepse 2 vjet është bëm 100 vjetorin e kësaj lidhjes dhe isha këtu në Shqipëri dhe pati ftuar ambasadën amerikane dhe për të festuar këtë. Nuk e di që pas ke qenë këtu, sepse ambasadori amerikan më ka ardhur të promovimi i librit Historia e ambasadorëve amerikanë në Shqipëri, 1922-2022 që kam nxjerrur. Po, pyetja ime është, sepse sekretari i Shtetit dërgon letër të posaçme, pra not, më saktë, jo letër, ministrit jashtëm dhe kryeministrit, Xhafer Hypi. Tani, nga kjo, që është e jashtëzakonshme, te ajo e luftës dytë botërore. Ç'është kjo, domethënë, e përmban politika shqiptare gjithmonë një politikan, zonja Hypi, lart, e ngre lart, pastaj e fundos. Si ka mundësi? Po, edhe them nuk është politika shqiptare, po them janë rrethanat e historisë që ndryshojnë. Pra ky në këtë moment është në momentin e ngritjes, të lartësimit, të lavdis, sepse është një burg shteti që ka bërë të mundur që të ndërtohet ky shtet i ri, që të lidh marrëdhënie diplomatike. Kam ca dokumenta të tjera që janë me lidhjen e kombeve, sepse edhe kjo po, edhe pjesa e lidhjes së kombeve. Edhe ajo në periudhën që ka qenë kryeministër ka qenë. Edhe kjo është ajo, është tragjedia e politikanëve që ato vetëm kur e mbyllin karrierën bëhet një bilanc. Dhe për mendimin tim, fatkeqësia e bilancit të Xhafer Hypit është që historiografia komuniste është fokusuar vetëm tek kjo periudha e 39-s. Dhe ky është izoluar si një figurë kolaboracioniste tjerë, ndërkohë që rolin që ka patur në themelimin e shtetit ka kaluar në hije dhe për këtë thash, kjo nuk është vetëm për Xhafer Hypin, është për shumë figura të tjera të historisë shqiptare, të periudhave të caktuara që janë analizuar vetëm nga një këndvështrim dhe mungojnë ato qasjet e plota. Pra, nuk e them këtë sepse është Xhafer Hypi dhe sepse tash kjo është për shumë në një lidhje, por është një fatkeqësi sepse merret vetëm një episod, ndërkohë që pastaj ato episodet e tjera, edhe episodi merret i shkëputur nga konteksti i përgjithshëm gjeopolitik, sepse ajo që un kam parë duke lexuar